Bën çaj me to, a? Nuk do të me konë larg kuzhinës. Fillimisht më ka përkra burri, djemt edhe rijat. Jam shumë e lumtur që edhe Amerikonja që u këthy bashkë me djalin për Amerikës, mas 15 vjetë më ka djali. Kam qenë veç me burrin, pa ta met veç me burrin. Kush mos me përdor çajin e blinit që kombinohet edhe çaji i blinit me çaj i këtu. blinit se çaj i rusit në Zënë Saiti, ne sot kemi marrë me të vizitu ty se kom pa që je këgja virale në rrjetet sociale me aktivitetet tua. Për ata pak njerëz që s'kan mujt me të pa, edhe me të njoft, apo na tregon se me çka merresh ti? Unë kryesisht mirëna me bimë, shëruse aromatike edhe dekorative. Këtu janë lule basami, është kantariuni, bima që përdori shumë, gati thuja se mas shumëti, në për shumë gjana, dhe më thonë, kjo përdoret edhe për lëkurë, po përdoret edhe të lukthi, përdoret për stres, përdoret për shumë gjana. Është bima shumë e mirë, rritet në për male, rritet në për livadhe, po për ndryshe na e kemi certifikun vendin ku e marrëm, edhe dje e kemi marrë, e kemi mbledh, është. Do thot ju e mbledhni, në ato vende që po thuhet që i keni certifikune, mandej i bën çaj me to, a? Po, me këtu bëhet çaji, i thojmë. E rozmarina për çka përdoret? Se e kom pa që përdoret në gjellëra të ndryshme, në kuzhinë, po si çaj, për çfarë efekti ka? Rozmarina është shumë e mirë për memorje. Rozmarina ka efekte shumë të mira. Rozmarina nuk do të me konë larg kuzhinës. Rozmarina është një bimë që jep memorje, rregullon shumë gjana, atëherë unë e përdori edhe te bronhiti, do të thot bashkëpunim me shumë bimë tjera, si për shembull kalendulen. Që është kalendula? Ajo është kalendula me pelimin e ambël që është e pështjellne. Kalendula edhe kjo jep shumë veti të mira. Gjithkun e përdori kalendulen, po e përdori edhe te bronhiti, e përdori edhe për mykun e thojve, e përdori shumë gjana. E kjo çka është? Kjo është kanela. Ty të vetë E kam shtyp si kanelën, po, kanelën edhe këto e përdori shumë. Kanelën dhe që kom qitë për kuriozitet që e përdorin. E çfarë efekti ka kanela? Kanela është shumë e mirë të diabeti, kanela është për shumë gjana, e bën qarkullimin e gjakut, edhe pse duket sikur damar të zemrës, atëherë është shumë e mirë edhe për zemrën. Kanelën përdori për zemrën, edhe e përdori të diabeti. Që ato po isha edhe dobim tjera që kanë tha, po është çajin e blinit, dobim gjithë dafine, mos janë që ato? Këtu është sherebela, këtu janë gjembariu, kjo është akacia edhe trëndafili egër, kjo është mshtekna. E nëse konsumuan këto, çfarë efekti mune me pas, shembull, çfarë dobije mune me pas njerëzit, për çfarë smundje ose halli që e kanë? Gjithat kombinohen, po për ndryshe edhe si një, si çaj, kush mos me përdor çajin e blinit, që është shumë qetësues, është shumë i mirë. Megjithatë ka edhe shihen shumë të mirë çaji i blinit. Çaji i blinit qysh në kohët e lashta, do me thonë çaji i blinit është keq mos me pas çdo kush në shtëpi, se çaji i blinit është fenomenal, po unë e kombinoj pastaj. Kombinohet. A ma i mirë çaji i blinit se çaji i rusit, nështë ma sa ke lexuar ti? Më thonë drejtën, çdo bimë që e ka dhënë edhe shkenca dhe mjekësia dhe do me thonë gjeneratat para neve sa vite, çaji i blinit është shumë ma efektiv, është shumë ma që janë zënë vanin kërkush, a? Nuk ka shans. E bimë të tjera? Bimë të tjera, kjo është sherebela. Sherebela për frymarrje, për mushkëni, për kelbazën, kjo më ka dhënë shumë efekt në gjatë kohës Covidit edhe mas Covidit, kush ka pas probleme me mushkëri, po kombinit. Po, a ka ndaj rast për shembull nëse konsumohet me dozë më të lartë se që duhet çaji, që mund me pas efekte negative, që prej atyre që e kanë blerë që të kanë tregu? Nuk ka ndodhur raste që kanë pas efekte anësore, se këta efekte anësore nuk jepin na zakonisht kur e zimë dhe kur e përgatisim ose kur e shtim në për pako, ty e lexu, ty e ditë dhe dim tash sa do të me përdor. Shkon edhe përqindja, shkon edhe gramazha, shkon gjithçka, kështu që nuk ka ndodhur efekte anësore. Zonja, po më tregon se kush ndihmon me i bë gjithë këto punë? Familja, fillimisht më ka përkrah burri, e masë ne kanë përkrah dhe vajzat, me qenë se ato jenë martu, tash jenë këthy djemt edhe rijat.
bashkëpunim me krejt familjen, po edhe kam punëtorën, me qenë se që tash nuk është për momentin është pauzë, se e kam edhe punëtorën, gjitha, po i kam edhe punëtorë tjerë, cilët janë shku sot me mbledh bimë, edhe me sjellë. Jam shumë e lumtur që edhe Amerikanja që u kthy bashkë me djalin për Amerikës, mas 15 vjetë më ka ardhur djali, edhe tjetri mas 10 vjetë. Jam shumë e lumtur që u rrit një familje, kam qenë veç me burrin, pa ta met veç me burrin. Knatësi që është të më rrit familje.